mirë se keni ardhur në Vatrën, edhe është themelu vitin 1912, kanë ardhur gjenerat mas gjenerate, më interesu 70 anën, dhe vazhdimisht kam marrë pjesë në demonstrata, në State Department, çdo vend që kena pas më shku. Sidoqoftë kam marrë pjesë në aktivitete ndryshme. Nuk du mi numëru, mirë se keni ardhur, faleminderit shumë për ardhin e juve. Siç thash edhe të gjitha delegacionet tona shqiptare, prej presidentës e dekretit e artistat e tonë siç jemi ju, e vizitojnë Vatrën gjithmonë, sa herë që vinë, është një kënaqësi e jonja që të bëni një vizitë këto, të shikoni këto monumentet e tona që kemi, edhe besa është nder i madh që baleti jonë sot është këmë neve. Si e ka lutë, mas pari deshta me të vetën? Mas pari faleminderit që keni gjetë kohë më na prit. Unë jam Sinan Kajtazi, jam një prej antarëve të Baletit Kombëtar të Kosovës. Kam fatin që prej 3 vitesh më udhëheq institucionin e Baletit Kombëtar të Kosovës. Në emrin e krejt të kolegëve, du ju falenderoj që keni gjetë kohë, më ta kujtu me që kjo është vizita jonë e dytë në SBA për kasish New York. Na jemi në 3 mosh, po megjithatë ndoshta falë edhe familjeve tona, prindërve tonë, edukatës që na kanë dhënë ata, kemi arrit që me kuptu përveç aktivitetit shqiptarëve në Ballkan, në Evropë, edhe për te oqeanit, e konkretisht edhe për aktivitetin e Vatrës. Vatra është konsiderohet një pjesë e krenarisë kombëtare në diasporë. Sigurisht se nëse kthehemi në histori edhe e kujtojmë një shqiptar të madh si Noli, i cili ka lindur një fshat të Turqisë edhe ka ardhur në Amerikë bashkë me Konicën, i cili po është në preardhje nga Çamëria. Na e kuptojmë se sa lehtë vlidhemi në shqiptarët jashtë vendit tonë, e shpresoj që kemi qenë fort tash edhe brenda vendit tonë. Kështu që ju përgëzoj në emrin e balerinëve të Baletit Kombëtar të Kosovës për aktivitetin e juaj. Ne dimë që aktiviteti shtesë, krahas punës së jetës përditshme gjithmonë janë ngarkesë, po besoj që ju këtë e bëni gjithmonë me vullnet dhe si një akt patriotik ndaj kombit, ndaj vlerave tona, edhe përqimit tyre edhe në instanca shumë të mëdha të kujtesës botërore. Kështu që ju falenderoj shumë që na keni prit, edhe më ju thonë vlerësh që balerin tonë edhe vitin që shkoj. Por edhe këtë vit ka qenë një përshtypje të jashtëzakonshme para audiencës në Amerikë. Urojmë që viti i kaluar me këtë vit të jetë një fillim i mbarë për institucionin tonë, i cili tashmë në Evropë ka arrit të krijojë një bazë solide të njohjes vlerave të institucionit tonë. Kështu që ju falenderoj edhe një herë, s'u do të zgjat më tepër. S'ka gjë. Është kënaqësi më që. Atëherë, në emrin e kryetarit të Vatrës, Elmi Berisha, dhe në emrin e sekretarit Pashko Cana, kam derën që t'i them 2-3 fjalë, me qenë se unë jam këshilltar për kulturë dhe për art në Vatër. Kam marrë një iniciativë, kemi bisedu me Sadi, kujtëm Sadin, po këtu. Kam bisedu edhe, me të vërtet që ishte edhe një kohë shumë e shkurtë, bënëm disa shkëmbime me sekretarin, edhe u mundonëm që në mes performimin që keni bërë, performimin me Ajkuna baletin që keni bërë, mendojshim që ta bëjmë edhe diçka spontanisht bukur me baletin tonë shqiptar, me veshjet kombëtare, se diçka me bërë tradicionale. Po me qenë se koha është e shkurt, dhe besoj që në të ardhmen, në emrin e tyre po flas, që do t'jemi në bashkëpunime edhe do t'jemi shumë me sy të hapur, që t'ju mundsojmë për herave të ardhshme kur vini, që t'ju rezervojmë një vend ose një vend. Ashtu kam bisedu edhe me kryetarin e Vatrës të Bostonit, mentorin. Kam bisedu edhe me kryetarët të gjithë Vatrën. Edhe besoj që në të ardhmen do të mundohemi që kur të vini të kemi një njohuri pak më herë, që sa do qofë të bëjmë një farë
një kënaqësi t'i grumbullojmë shqiptarët e tonë këtu në Amerikë që janë, edhe sa do qoftë të performoni edhe jo. Kështu që kisha pas për juve dëshirë kanë dikush me fol pak nëse keni ndaj pyetje diçka se keni dëshirë me fol diçka, me tregu diçka si po ndiheni apo Bashkë? Për neve është kënaqësi gjithmonë me performu si brenda shtetit, pa dhe jashtë shtetit është një farë krenarie më e madhe, sidomos kur i shohim, domethënë bashkëdhetorë tonë që në për shtetet ndryshme. Në rastisi që vjetë me orë për herë të parë në Amerikë edhe e pomë që është këtë botë tjetër edhe për shkak në është edhe distancët shumë të lartë, njerëzit e kanë edhe atë farë mallin për atë dhe më të madh. Kështu që momentin kur ka në farë aktiviteti që krejt më lidhen edhe vjetë për herë të parë kom vrejt që atë farë, domethënë mikpritje dhe atë dashurie për krejt shikuese që kanë ardhur apo edhe si vjetë normalisht. Kështu që jemi shumë të lumtur që jemi këtu, jemi shumë të lumtur që e kemi një diasporë të tillë, edhe që po na bëjmë krenar edhe po i bëjmë krenar. Është kënaqësia jone që kemi juve këtu. Ky është vllai jam, Po e ti. s'më nevojë për zonë shumë ky voli edhe për mua. Në familjes, Në për familjen. Letësh. Veç falenderoj shumë për ftesën, edhe është kënaqësi të jem prezant. Po ku ka më mirë se që kemi juve pranë juve dhe me të vërtet me ato kërcimet e bukura, sidomos to vajzat e bukura, ju është një kënaqësi me të vërtet me ju pa, por edhe që kemi prezent këto, kjo është një fenomen. Po, ja, por Dani? Është kënaqësi sigurisht, edhe unë bashkë mendoj njësoj domethënë si kolegë, kështu që ju përgëzoj për punën edhe për gjithë këtë punë vërtet palodhshme që e bëni për me pas shqiptarët sa më të bashkuar me një vlatër të tillë, të vogël sa të vogël. Faleminderit. Faleminderit shumë për ftesën, ju dëshirojmë shumë suksese, edhe ju përgëzojmë për punën e parë. Edhe shpresojmë bashkëpunime tjera. Se ato? Ka përcakojmë shije, se këta ka për shije. Faleminderit shumë që na jeni këtu edhe për neve është shumë kënaqësi që gjetëm kohën më orë, edhe pse kemi qenë kohë gjatë angazhuar me të lodhur, po prapë se prapë kur ne folëm unë te i pregova gjithë kështu që secili ka shprehur dëshirën më orë dhe më qenë prezant me po motrën për një çfarë historie, çfarë kontributi të madh ka, kështu që uroj që ky sukses i juve na bëj krenar neve popullin shqiptar sa më shumë edhe të ketë një ndikim shumë të madh në përgjithësi. Vatrën e një motiko për cilën prej vendit tonë edhe për kontributet e vatrës në vitet më të vështira të Kosovës, të luftës e pas luftës e gjithçka, aktiviteti juaj edhe puna e juaj institucionale shtetërore për me ndihmu Kosovës edhe gjithë shqiptarëve në mban flet shumë edhe njohim atë histori dhe jemi gjithmonë falendërues. Kur ju keni arrit në kohët e vështira tona me kontribu me një kontribut të jashtëzakonshëm për takime e punë të tjera politike që keni bojë, vërtet jemi falendërues edhe është ndihmë shumë e madhe, ka qenë ndihmë direkte prej jush. Kështu që në kohët e vështira ai kontributi juaj ka vlerë shumë madhe. Besoj që në kohët e tanishme do të jetë edhe më e lehtë edhe më e mundshme për juve edhe për neve që të zgjerojmë bashkëpunimin, se definitivisht gjithandej ku udhtojmë nëpër botë e shohim edhe e vrejmë që shqiptarët kanë nevojë për një kulturë prej rrënjeve tona, prej shteteve tona, ku vim ne edhe e mirëpresim edhe e dëshirojnë një gjë të tillë. Kështu që kontributet e vështira tani kur jemi më të lirë, besoj që janë edhe më të lehta për organizim edhe ju bëjmë një dhuratë të këndshme, besoj lopit tonë shqiptar gjithandej që jemi. Kështu që edhe njëherë meritat e juaja janë të pashlyeshme, edhe janë në kujtesën tonë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Por në? Si ma e reja i grupit, për mu është një ndirë shumë i madhë me qenë këto mes juve, kështu që ju falenderoj shumë edhe nuk besoj që ka nevojë me fol diçka ma shumë, këtu veç po duhet me ndëgju për juve. Faleminderit. Jo. Më veç po do me falenderu mas pari që
jeni të vojnë gjallë si në vatër pala, edhe po vazhdojnë me punu intensivisht në saj. Faleminderit që klimoni shqiptarët e bashku. Klevis, kapakun e keti. Tani që ka, unë jam shumë i lumtur për bashkëpunimin që kemi bënë, edhe pse unë sot i ftuar ta, unë e quhem pjesë e tyre, se unë kam një jetë që një. Kështu që është kënaqësi që këta jemë dhe goca të përfaqësojnë jo vetëm Kosovën, sepse po flasim për përfaqësimin shqiptarit, sepse fundi ne jemi shqiptarë. Edhe duke pasur parasysh unë kam më shumë se 10 vite këto dhe di rolin e vatrës. Jo vetëm në kohë vështira, po edhe kohë kur ne kemi qenë mirë, sepse gjithmonë duhet të bëjmë atë patriotizmin, duhet të bëjmë kulturën, sidomos ku jemi me një vend tjetër, siç është Amerika, që është vend i madh. Ne duhet jemi gjithmonë bashkëpunë, kështu që vlerësoj shumë, edhe kam vlerësuar gjithmonë rolin e vatrës në përpjekjet edhe tani që kemi përpjekje për Çamarin, kemi shumë e shumë lobime që vatra vazhdo të bëj, edhe të bën. Kështu që unë duhet të them vetëm fjalën që të bashkuara askush nuk ka mund. Kështu që jam shumë i lumtur, jam i lumtur që drejtori Sinan Kajtazi ka shprehur dhe dëshirën që të bëjmë një bashkëpunim. Edhe unë kam qenë shumë i lumtur kur edhe këtë vit na thanë që do bëhet edhe bashkëpunimi, sepse është diçka e jashtëzakonshme duke pasur parasysh që baleti i Kosovës është një ndër më të rinjtë në Ballkan. Duke dhënë një mundësi, kjo është edhe merita e Sinanit, por gjithashtu edhe qeverisë të Kosovës që jep këtë mundësi këtyre artistave të përfaqësojnë, domethënë shtetin e Kosovës, duke përfaqësuar shtetin e Kosovës përfaqësojnë, besojnë gjithë territorin, pavarësisht që jemi të ndarë, na ka ndarë shtetet, por ne kemi një gjak, një gjuhë dhe një traditë. Kështu që unë përgëzoj gjithë shqiptarët në përgjithësi, sidomos Vatrën, sepse Vatra ka një histori të jashtëzakonshme me Fanolin, Faikin, domethënë gjithë këta si thua pilar të shqiptarisë që nuk kanë rreshur kur deri në momentin që kanë dhënë shpirt të si thua të kontribuojnë për shqiptarinë e bashkuar. Kështu që ju falenderoj, thash edhe një, unë jam këtu vetëm t'ju mbështes, se i kam si shtëpisë time tash se podcastin, kështu që du të them që gjithmonë të bashkuar, neve askush nuk do na mund të harrojmë traditën, gjuhën dhe kulturën tonë që na ka karakterizuar për shekujve. Kështu që faleminderit për kontributin, sepse ju dhe shumë të tjerë keni bërë që edhe brezëri sot të ketë atë dëshirën, vullnetin të mos harroj gjuhën, traditën dhe kulturën dhe përjarën nga ne mi. Kështu që ju falenderoj shumë dhe shumë kënaqësi që unë çdo herë vi, se s'është e parë, çdo herë vi këtu edhe me rënqesh të trupit kur shqiptoj domethënë gjithë kaq shumë foto, por janë një histori që kur e përpilon edhe e mendon është diçka e jashtëzakonshme, kështu që se di vetëm kanari do të them, kanari dhe do të mbajmë gjithmonë flamurin. Ai flamur na ka bashkuar të na bashkojë gjithmonë. Atëherë Sinan kam edhe një porosi, një përshëndetje nga kryetari i Vatrës të Bostonit, mentori. Ai ka pas dëshirë me kënaqësi sot që të jeni musafir të ai, por e di që se Adim tha që ju nesër udhtoni, keni kohën shumë të limituar. Edhe ai ka përpjekur që t'ju takoj e t'ju kontaktoj, po besoj që do t'i kesh kontaktet e tona, do t'i kesh shkëmbimet e tona nëpërmes emailit, edhe besoj që 1,000% që i ke dyrë të hapura në vijem për çdo gjë që keni nevojë, besoj që do të mundohemi siç është mundu Vatra dhe prap mundohet për kombin tonë shqiptar që sa do qoftë më hapën dyrë për çato, sidomos për artin edhe për kulturën, që unë vetë jam ai që e du këtë punë dhe kam qef t'ju ofroj mundësitë tona që ka mundësi. Kështu që ishte një kënaqësi imja. Një nderhim sot me të vërtetë po më duket sikur e di në Kosovë keni ato që shkon newborn, apo kupton. Ashtu po më duket edhe mua këtu si një gjë që është newborn. Ju falenderoj shumë edhe kënaqësi. Shumë falenderoj. Jam antar i përgjithshëm të Vatrës, jam djali i këtij Marian Zoglit, kam emrin e lirë, edhe unë sot jam shumë i kënaqur se ju jeni një shembull për punën që kanë bërë këta të parë, se shifni ju. Jeni
vazhdoni. So thojnë Americans thojnë express yourselves, in dance, music, in school. Po para s'kena abuzu as për shku shkollë shqipja, s'kena pas det, as me bon, kur gjon për gjon shqiptare. Sot jeni shqiptar, dash prej Shqipërie, dash prej Maqedonie, tana në Buc, e ju e keni një punë madhe, jam shumë i kënaqur se sot keni ardhur vatër, e keni pasënu vatër se keni ardhur gjanat e re, na lypni, gjanat e reja marrën vatër, keni nevojë e vazhdu historinë shqiptare. Ka Shqipënia ka histori, Kosova ka histori, Masia ka histori, edhe nas që në shqiptarë në Amerikë e kena një histori të vogël, po edhe ju e një pjesë i sot, historisë tuaj, se keni ardhur vatër, keni respektu, vazhdoni. Unë jena krenar për ju. Jam shumë i trasë jeni krenar për ne, për dhe për ju. Se jeni shamë, se përsa kam përnu këta bura, nana dhe baba të vatrande. Për ju. Për ju me pas mundësi, me ba një dance, një music, me shku libra se bëjnë se vatër provime. Me majtë gjuhën gjatë, me majtë kulturën gjatë. Faleminderit për ju se keni ardhur, për respekt. Mirë se keni ardhur vatër. Edhe hadini prap? Po, e kam edhe një ide, nëse do me shtri vatër në Kosovë, hapën një lokacion edhe atje. Po me përfaqësues të vatërës në Kosovë. Që është edhe ja, nuk është diçka keq me vonë, e ki fol me kryetarën ai ka ma shumë det për me fol për atë sen, po na qyre na jena të kënaqur, besoj, është respekt se keni me na pa me vizitë. Kena nevojë për gjenerat të tjera, është nevojë shumë. Fëmija nuk e din se sa rëndësi është që kanë bujt të partë. Se kanë arru vendinin e dhe. Se kanë arru, ka laj me arru. Jeta që shënë në arres, puna, bira së të në shpenzimet jetësore, me rritë fëmin, të ujë. Zërë, nuk është ka laj. Edhe kanë mojtë me që kanë arru, ju jeni të shamë, se që kanë bo këta, që kanë bo baba jenë për shamë. Unë jemi krenar, se shësët qërë, you can express yourselves in dance, in music. S'ka se ma bukër, men. Krejtë historia butnur, e kanë, ku s'ka kona ja mundësia me shkru histori, kanë bo historia mes muzikës, mes dance. So it's an expression. So, but the most important thing, you're expressing yourselves in freedom. Në tuk free. Kështë që tuk e shektu në është një pikturë se dishtë me të kazu, tu është aja një foto se shese një natë, një ditë pare së bombratë Serbia, kjo ka takimi vatranve me shpitbali kulturë. Nëse që është, kanë punu shumë për ju. Edhe është knasi ma se keni ashtë sëtë me në vizitu. Ma shas edhe fëmit juve, shka dhe vinë me në vizitu vatën edhe na më shku dhe në Kosovë dhe Shqipëri e kërë. është diçka shumë e madhe. Po jam shumë i kënaqur kam një se keni vlerë për ne, edhe na për ju, por sa Zoti keni vlerë për ju. Është shumë rëndësi me vazhdu, ju që keni vazhdu. You're expressing yourself, you're expressing your teachings from your mother, from your father, from your grandparents. You express yourself out in words or in music and dance. That's very beautiful, so thank you for coming again.